Pas 7 vitesh ndërprerje, fluturime komerciale me Shtetet e Bashkuara dhe Venezuelës kanë rifilluar zyrtarisht, duke shënuar një moment të rëndësishëm në marrëdhëniet mes dy vendeve. Një avion i kompanisë American Airlines u nis nga Miami dhe ul në Caracas, duke u bërë fluturimi i parë i drejtpërdrejtë që prej vitit 2019. Ky zhvillim vjen pasi autoritetet amerikane hoqin ndalimin për linjat ajrore, i vendosur disa vite më parë për arsye sigurie dhe tensione politike. Me rifillimin e fluturimeve ditore drejt kryeqytetit venezuelian, zyrtarët e të dy vendeve e kanë cilësuar këtë si një hap të rëndësishëm drejt rindërtimit të lidhjeve ekonomike dhe tregtare. Diplomati amerikan në Caracas theksoi se ky është një moment që simbolizon rihapjen e Venezuelës ndaj tregtisë globale dhe lidhjen mes qytetarëve të dy vendeve. Vendimi për rifillimin e fluturimeve erdhi pas një urdhri të administratës së presidentit Donald Trump, ndërsa më herët Departamenti Amerikan i Transportit kishte hequr kufizimet për kompanitë ajrore. Ky zhvillim është pritur me entuziazëm nga shumë qytetarë, veçanërisht nga komuniteti venezuelian në SBA, për të cilët rikthimi i fluturimeve direkte do të thotë më shumë mundësi për të vizituar familjet dhe për të forcuar lidhjet personale. Megjithatë, autoritetet amerikane vazhdojnë të paralajmërojnë për rreziqet të mundshme në Venezuelë, duke përfshirë kriminalitetin dhe sfidat në infrastrukturën shëndetësore. Rifillimi i kësaj linje ajrore konsiderohet si një sinjal i qartë i një kapitulli të ri në marrëdhëniet mes Washingtonit dhe Caracasit, ndërsa mbetet për të parë se si do të zhvillohen më tej këto raporte në të ardhmen.